Sa deputet pretendojnë të merrin në Tiranë? Ja, me që po ta them, do me që këta, dhe do t'i them qytetarëve, se edhe sot kanë publikuar sondazhe, këta trekëndçit Bermudës, e para punës, sondazhet që publikohen, janë gjitha sondazhe kushtojnë lek. Një sondazh kombëtar, serios, kushton minimalisht 50 deri në 70.000 euro. Një sondazh i vogël kushton 30 deri në 40.000 euro. Dikush i paguan këto lek. I paguan sepse i intereson të pikturojnë një tablo për të influencuar vendimin tuaj si votues. Keni parë sondazhet, do shikoni sondazhet deri me 11 maj, shumicën dërmuese e ka paguar trekëndçi i Bermudës për të treguar një realitet siç ju intereson atyre. Ne nuk kemi mundësi të bëjmë ato lloj sondazhesh, por ne kemi vullnetar, 20 prej tyre para dite, 20 prej tyre pas dite, që punojnë me një databazë telefonatash ditë për ditë dhe kryen nga 1500 deri në 2500 telefonata në ditë deri më sot, shpresoj të arrisim si numër. Dhe dua t'ju them rezultatin e këtyre telefonatave deri para pak ditësh, sepse ne i marrim në mënyrë të rregullt të dhënat. Rezultati i datës 8 prill, kur ne kemi pyetur 15.000 zgjedhës në Tiranë. 15.000 janë kapur, janë për 50.000 telefonata, vetëm 15.000 për tyre janë përgjigjur. A do ta mbështesni koalicionin Euroatlantik numrin 4, 4.526 janë përgjigjur po, janë afro 30.1%. 7.216 janë përgjigjur jo, që janë 48%, dhe 3.306 janë përgjigjur ndoshta, që do të thotë që është pjesa që është e hapur dhe është pikërisht ajo që ne po targetojmë me fushatën tonë për t'i bërë të kuptojnë se pse duhet votojnë koalicionin Euroatlantik, sepse vota për koalicionin Euroatlantik numrin 4 është e vetmja votë që shkon kundër korrupsionit dhe për familjen tuaj. Këto janë të dhëna të një qendre, call center, me vullnetar e cila bëhet në mënyrë të rregullt, rigoroze, prej më shumë se 2 javësh tani, po futet në javën e tretë. Dhe tregon se çfarë distancë ka. Pyetja është i bonusë. Nga sondazh, si? Se keni pyetur për këtë do votoni, ju keni thënë do votoni partinë tonë. Analiza mund bëjmë sa dush, këto janë numrat dhe ne një pjesë të mirë të këtyre njerëzve i njohim me emër dhe mbiemër sepse është punë në vite e strukturave tona. Unë dhe Antoni kemi qenë disa herë te njëri prej sondazheve që e bën Euronews i Barometrin. Dhe më duhet të them që ky sondazh edhe në vitet e mëparshme ka përcaktuar afërsisht rezultatin e saktë zgjedhor. Pra dhe në 2021 dhe në 2023, ndoshta edhe më parë, po këto dy të fundit kam të sigurt. Ndërkohë, në 2021 ju vetë, kur keni qenë në krye të Partisë Demokratike, keni bërë një sondazh, rezultatet e cilit tregonin diferencë të madhe mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste atëherë në qeveri, dhe doli komplet e kundërta. Kështu që kjo prova e telefonatave nga një call center që do jepnin 30% për partinë Koalicioni Euroatlantik, nuk besoj se ka bazë. Ai është një sondazh i bërë me të gjithë rregullat që kërkon një sondazh dhe po të them kanë nxjerrë rezultate të sakta. Dhe ai sondazhi thotë që partia e zotit Endri Hasa mund të marrë nga 0 deri 1% të votave në të gjithë Shqipërinë. Okej. Dhe ne këtë kemi mundësinë ta verifikojmë në 11 maj. Shumë mirë. Tani po të them që në radh parë, këto janë sondazhe të paguara. Dikush i paguan. Fatura është nga 30 deri në 70.000 euro. Le të mbaroj se unë dëgjova me kujdes. Dëgjova me kujdes dhe unë do bëj kundër argumentin tim. Dhe unë nuk të ndërpreva. Unë të alash të thoja anën tënde. Tani do të them kundër argumentin tim që besoj për ata që do më dëgjojnë, do ta kuptojnë fare mirë. I paguajnë, sepse kanë interes të i paguajnë. Interesi i Edi Ramës kryesisht, po edhe 2 brinjve të tjera të tërkëndçit Bermudës është tregoj që vetëm këta janë fush. Dhe për këtë arsye, ata kanë bërë... Unë nuk të ndërpreva. Me qënë se paguar? Pra, janë të paguar për të futur njerëzit edhe më shumë depresion që në këto zgjedhje, sepse strategjia e Ramës është e qartë. Ore, e ka ndërtuar Sali Berishën siç donte vetë. E ka marrë, e ka nxjerrë në krye të Partisë Demokratike, i ka dhënë vulën, se doli skandali dhe s'po flasim këtu. Doli Ferdinand Xhaferi, tha na erdhi mesazhi. Në fakt spaku me sa diun ka filluar hetimin për këtë. Na erdhi mesazhi që mos e sulmoni drejtësinë sepse e kemi mbyllur do marrin vulën. Pra, e bëri siç deshi vet, e ka ndërtuar Sali Berishën siç donte vet. M'vjen keq. Se Sali Berisha është në mosh, ka hallin e vet, më le të mbaroj sepse ndërprerja nuk është argument. Më le të mbaroj. Është në mosh, po shënoj siç i shënoi unë kur flisni ju. Është në mosh,
ka hallin e vet, por e mori Edi Rama, se Edi Rama si duhet ai, sepse ashtu siç është sa herë që ka përballë e palos dhe e përdor si alibi, thot midis me dhe Berishës, sigurisht që mua do më zgjidhni. Pra kjo, gjitha këto e tjerat janë budalliqe me lopat. I idhni ditë për ditë në ekrane ju. Jo si u hap fushata, si u mbyll fushata, jo erdhi lasivita, jo shkoi sa. Edi Rama e ka ndërtuar strategjinë e 2025-s. Do nxjerr Sali Berishën nga varri politik, do i shkon plurin, do ta vënë kryet Partisë Demokratike, do t'i jap vulën dhe pastaj do ta mund. Kjo s'kishte për të ndodhur. Po t'isha unë kryet Partisë Demokratike. Sepse për t'u kthyer një sekond, për t'u kthyer tek ajo që the, ndryshe nga ajo që the, rreth parë është e provuar katërciprisht tani zgjedhjet e 2021-shit. O i humba unë se ishin të lirat ndershme, o u vodhen. Jo, nuk i mbrojtën. Pra, një sekond, më leje me këto nuk i mbrojtën, më le të mbaroj, një sekond. Se e kupton, jeni të trajnuar në diçka që nuk ju çon mas një vend. O u vodhen, Trajnuar ne. ose, po më dëgjoj pak. O u vodhen, ose me çati mbroja. Me çati mbroja, pra u mbrojtën me çdo kusht dhe me çdo mundësi. Ishte gjithë popullin opozitar. Po lëre më populli, po leje mentalitetin revolucionar tip. Dëgjoj më këtu. E kishim gjithë strukturat në aty, po ka një sistem të vjedhjes së votës që sot është zbuluar nga struktura e posaçme antikorrupsion. Më le të mbaroj. Që ka kap Jurgis Çyrben me votat e bandave Durrësit që kanë bërë Edi Ramën deputet dhe kryeministër. Dhe ne s'flasim për këtë. I vetmi që flas për këtë jam unë. Edhe Sali Berisha që bën si kundërshtari historik i Edi Ramës këtë nuk e thot. Nuk e zën emrin e Jurgis Çyrbes ngoj. E keni pyet ndonjëherë pse se zën emrin e Jurgis Çyrbes ngoj? Prandaj, po ju a them edhe një herë. Zgjedhjet 2021-shit. O ishin të drejta dhe të lira të ndershme dhe i humba unë, o ishin të vjedhura dhe në qoftë se ishin të vjedhura, unë jam vjedhur. I humbe që kur lek. Ju jeni vjedhur, tani. Prandaj, për ta mbyllur këtë, Po jo, se nuk është kjo punë për folas ti as unë e shtroj në mënyrë delikate për muhabet, po këtë e ka vullosur drejtësia, se vendos do t'i as ti, as ky, as unë. Drejtësia thot, Jurgis Çyrbja, me bandat e Durrësit, kanë vjedhur vota, kanë bërë Edi Ramën kryeministër. Okej. Ka që thjesht është. Tani zoti Basha, ju keni nisur të më pritë se ne kur flasim për diçka, ngrëm disa teza mbështetur mbi fakte që nuk ekzistojnë, ne duhet t'i ballafaqojmë. Patjetër. Për shembull kur flasim që s'let zoti Berisha ose ne mediat për Jurgis Çyrben. Jurgis Çyrben ne mediat e bën edhe Në fakt Berisha thret për ditë pret. Dhe kur flasim që Rama do Berishën se Berishën e mund. Pra, betejë bëhet mes Ramës dhe Berishës pra. Jo, po jo. Dhe ju keni dalë Jo. në mbështetje të Ramës, në rast. Se çu i bie? Jo, e kundërta. Sepse ju, në qoftë se ka një betejë mes Ramës dhe Berishës. E kundërta. Siç thotë juve që ai ka zgjedhur Berishën për të bërë betejë. Po pra, po jo për të bërë betejë. Për ta mundur. Për të bërë sikur bën. Atëre, juve për çfarë jeni këtu? Për ndihmuar Ramën? Ja ta them unë sepse Ramën e ndihmon Berisha mjaftueshëm. Po juve a e bërë pyetjen? Po. Rama me Berishën janë bashkë. Nuk ka pse ta ndihmoj unë Ramën, edhe po doja, jo që unë nuk dua ta ndihmoj, po dua ta çoj te shokët, te 77-313. Dua ta çoj Ramën aty me spakun. Kurse Rama do votën që t'i nxjerrë shokët. Berisha do votën që t'i nxjerrë Ilirin, ka marrë dhe Vis Roshin.